Kryeministri Prizmus, sigurisht që dita e zgjedhjeve, organizimi i zgjedhjeve dhe 24 orë si mbrapa, ishte një ditë qetësie fantastike në Shkodër. Dhe nuk ka krahasim edhe me ditë tjera të zgjedhjeve tjera. Kjo sigurisht duhet interpretuar ashtu si duhet për të interpretuar. Ishte një kontekst edhe sigurisht një arritje e madhe e Shkodrës sotme. E Shkodrës ku punohet, e Shkodrës ku investohet, e Shkodrës që ka marrë një rrugë dhe një zhvillim i cili është i pakthyeshëm. Dhe kjo do të sigurisht të gjithë e përmenden, dhe kjo do të evidentonte, do të shkonte atje ku duhesh për të shkuar edhe si program mëse në vazhdim i një veprimtarie kaq të rëndësishme siç është edhe zgjedhja, ku çdo gjë ishte e qetë, çdo gjë shkonte mbar, në krahasim me të gjitha raportet e ndryshme që Shkodra kishte në dikushmin e saj në bërjen e zgjedhjeve. Nuk kishte asnjë lloj elementi për ta dekurajuar ose asnjë lloj elementi për të thënë që shiko, këto zgjedhje po ngacmohen ose po rezultojnë, si më thanë, të ashpra, të bezdishme, me ngatresa komisioneres, me vonesa. Jo, çdo gjë qetë, njerëzit votonin qetë të qartë, duke bërë një mrekulli që ishte pikërisht dita e zgjedhjeve në Shkodër. Dhe kjo sigurisht i duhet dhënë Cezarit çfarë ka Cezari, sigurisht që i dedikohet edhe pushtetit vendor, organizimit të tij, qetësisë që kanë fituar njerëzit në sajt plotësimit kushteve, shërbimeve, investimeve, veprimeve të cilët patjetër e qetësojnë, e bëjnë më të sigurt, më të mirë qytetin edhe shoqërinë shkodrane. Në këtë pikë i duhet dhënë një faleminderit edhe Bashkisë Shkodrës, edhe normalisht edhe në qarkun e Shkodrës, sepse kjo jo vetëm Bashkinë e Shkodrës, por edhe në Bashkinë e Koplikut, edhe në bashkitë e tjera, përveç faktit të një lloj loje të dyshim që u bën në Bashkinë e Vatdefsit. Po kudo, sidomos Shkodra edhe Kopliku, kishin një mrekulli të jashtëzakonshme të një zhvillimi të qetë të zgjedhjeve dhe një koncepti krejtësisht perëndimor, krejtësisht qetë në përfundimin e tyre. Pjesa tjetër që do të trajtoja, unë është që ka filluar lufta ndaj tabakut, ndaj Jurita Tabakut. Ka filluar lufta në Partinë Demokratike të atyre njerëzve të cilët sigurisht përfaqësojnë lumpen proletariatin. Partisë Demokratike, kryesisht ke Ariana Kalaja e kompani, të cilët bile e quanin Sude Tabaku. Ishte një moment i cili sigurisht e ndan në tabakun. Ajo nuk është kthyer në diskursin e saj si Sali Berisha. Dhe këtë gjë sigurisht e vujnë edhe ata njerëz të cilët nuk e durojnë dot në kthim, dhe që është zonja në fjalë që e konsideron Sude Tabaku. Dhe konsideron Sude Tabaku ajo që është sigurisht në Partinë Demokratike njeriu më i veçantë që përfaqëson një si them tash një gjysmë aristokracie në kohën e sotme të përkohur, e cila nuk duhet edhe nuk do të ketë zhargonin, diskursin e modelit të Arianas Kalas, edhe për fat keq edhe doktor Ali Mehmetit, i cili nga një person i butë, i urtë, një diskursi jo si të Berishës, u kthye në diskursin e Berishës. Dhe humbja e tij përballë zonjës Tabaku i ka bërë të luajnë mends. I kanë bërë të luajnë mends sepse sigurisht e shohin që është një trajektore tjetër, që nuk është trajektore humbësish. Mbi 20.000 votat që janë dhënë Jurita Tabakut nuk janë vota që i shkojnë atij diskursi të Arianës ose doktori i lirë Ali Mehmetit për fatin e keq të transformimit të tij në të keqen e tij. Në diskursin i cili i ngjan sigurisht janë klonimet Sali Berishës. Në këtë rast, Jurita Tabaku akuzohet tash gati me bashkëpunim. Sigur e kanë dhënë votën, e kanë ndihmuar në votën e saj Edi Rama. Sigurisht shërben Edi Ramës, shkojnë tash në fantazmagorinë e tyre në mënyrë të çmendur
në bashkëpunimet e dikurshme, mbeti me Bashën, në fjalë tilla, po të shohësh komentet mbrapa, njeriu mësëndaj edhe neveritet prej tyre. Por dallimi është i qartë. Jorida Tabaku përfaqëson njerëz të edukuar, një aristokraci të dikurshme të Tiranës, të asaj kohe që sigurisht nuk u bën edhe bashkëpunëtor të sigurimit, si shumë që flasin sot atje, që vujtën atë që kishin për të vujtë, por nuk ndruan diskurs, nuk u bën njerëz të vulgut në fjalor, në etikë dhe estetikë, nuk u kthyen në marrëzira folk bolshevike, si kundër ishte edhe Partia Demokratike prej kohësh, edhe akoma më keq sot e kësaj dite në diskursin që ka kryetari i famshëm ose pronari i famshëm i saj që është Sali Berisha. Zonja Tabaku ka dalë deputete dhe sigurisht ajo do të mbajë një qëndrim. Edhe këta e dinë qartë që ai qëndrim nuk ka përqen kurrë rreshtimi në marrëzinë e jashtëzakonshme të grindjeve, zjarrvënieve, kulisave, intrigave, marrëzive që kjo parti ka me veten e saj dhe që udhëhiqet sigurisht nga pronari. Nuk besoj se është pjesë e pronës e aseteve të pronësisë së Berishës, Jorida Tabaku. Sigurisht, këto do kishin dashur të ishte doktor Ali Mehmeti, sepse u fut në këtë lloj drejtimi. Dhe për më tepër, po të ngjosh edhe diskursit e tyre janë tipik të një marrëzie politike që udhëhiqet nga Berisha. Po të lexosh edhe akademikun e famshëm, profesorin e famshëm, Agron Gjekmarka, e pastaj njeriu kalon në mrekullinë e famshme të fantasmagorisë të filmave të Bollywoodit. Keni parasysh ku ndodh gjithçka, mund të ketë fantazia njerëzore, ndodh edhe në film. Por që thot, sigurisht ka bërë vetëm një gabim, thot, se nuk ka përdorur dhunën, nuk ka marrë hujt e spatat që të luftonte, ta mbronte me dhunë rezultatin, sepse ai është njëri paqësor. Imagjinoni ku shkon deliri, konsideron njeriu një paqësor të Shqipërisë Sali Berishën për të mbrojtur lirinë e votës. Të tillë njerëz sigurisht i bëjnë fresk tash doktor Berishës se ai i nxorri, i vuni në lista, por të tjerët që janë lodhur e dinë që kjo është marrëzia e fundit e njeriu që sigurisht fundin politik të tij këtu e kishte. Tashmë për Sali Berishën nuk ka nevojë as kërkush përveç se semenet e tij deri në një farë kohe, sepse edhe ato shumë shpejt do ta abandonojnë, do ta lejnë, sepse nuk kanë çfarë bëjnë më me të. Dakor, miqtë mi. Miq Prizmus, në një nga ato analizat e shkurta të qarta, të dikurshme, edhe para se të futesh i gjithë vendin në zgjedhje, po dhe përfundimin e zgjedhjeve, ajo që kam thënë me vendosmëri është se këto zgjedhje nuk kanë kuptim për vendin e parë, por për vendin e dytë. Dhe vendi i dytë ishte Sali Berishës. Vetë Sali Berisha nuk futej për të zënë vendin e parë, këtë e dinte shumë mirë. Sigurisht ju hidhë të trut e gomarit një pjesë njerëzve që nuk e di ç'kuptim kanë në vetë atë memorin e tyre politike, edhe njëkohësisht në marrjen e listë fakteve që mund t'i shkonte mendja që Sali Berisha, i komunisti 1968-s edhe njeriu katastrofik i shumë ngjarjeve, të cilat shqiptarët, shumica shqiptarëve nuk i do as t'i kujtojmë, sepse sigurisht e neverisin, keni parasysh 97-ën, 98-ën, 2008-ën, 2011-ën, shumë ngjarje tjera katastrofike të tjetë. Bërë edhe analizën tjetër, duke thënë që sigurisht këtij i duhet thjesht vendi i dytë, i duhet partia ta përdori për familjen e tij, ta ketë fluskën e tij, dhe njëkohësisht semenet të cilët sigurisht bëjnë pjesë në atë që konsiderohet një pjesë e jashtëzakonshme e territorit kriminal të Sali Berishës. Aty në 6 milionëve që sigurisht janë nxjerrë për të hequr nën gratën, po që duhet i shumëzosh me 10 ose me 20 për të kuptuar kapitalin financiar të Sali Berishës për të mbajtur rreth rrotull të tij, dhe këto janë para të shumta, rreth rrotull të tij njerëz të cilët bëjnë si besnikët e tij. Drejtësia akoma nuk ja ka shkëputur, dhe pushteti këtu akoma nuk ja ka shkëputur këto lidhje Sali Berishës. Ai ka kudo. Ka akoma njerëz në polici, ka shumë njerëz në drejtësi, ka njerëz në për të gjithë partitë që bëjnë fjalë, dhe njerëz që sigurisht ndërthurin
atë raportin e pagesës edhe të fajit të bërë, të cilin e kontrollon sigurisht si njërën si tjetërën Sali Berisha. Pra kemi të bëjmë me një amalgam që nuk është shumica e shqiptarëve, që kontrollohet nga krimi i Sali Berishës. Në këtë rast ai donte pikërisht këtë flusk, këtë vendin e dytë, sepse e di që me gjithë ato marrëzira me plakjen e tij edhe me familjen e tij non grata nuk mund të thonë kurrë, as mund dilte kurrë në vend parë. As ishte arsyeshme dhe as e ndërron, ai nuk është krejtësisht budalla, është i çmendur. Është i çmendur po për pushtetin edhe për marrëzinë e tij kriminale, po jo kaq budalla sa thotë që unë do dali pari. Nëse. Tash çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që me 83 pak a shumë nga fundi dhe këtë po e bëj tash nga që ka përfunduar 83 mandate ka Partia Socialiste, ka një mandat më pak që s'është asgjë, se Partia Socialiste mund gjej 3-4 vetë sa duhesh për ta bërë 84-shin. Atë që ju duhet, Sali Berisha nuk është më faktor. Asnjë lloj faktori për të biseduar me të. Kjo është fitoria e madhe e Edi Ramës. Nuk ka nevojë as pak për Sali Berishën. Ka nevojë vetëm ta ketë aty që të fitojë zgjedhjet, po që të bëj në një reformë, që të bëj një ndërhyrje ndaç kozmetike, ndaç të rëndësishëm në kushtetutë, po them edhe një herë, ndaç të rëndësishme, pa këtë fjalë, ndaç kozmetike në kushtetutë nuk ka nevojën më të Sali Berishës, as për akuzën që e ke bërë me Sali Berishën. E bën vetë, sepse 83 vota i ka, një e gjen, bile mund gjej 2-3, që haptas mund ta votojnë, sepse sigurisht mund të jetë një reformë, siç është ajo bie fjala përfundimi i reformës territoriale, mundën ta votojnë kush dojë aty, sepse duhet votuar. Por mund të ketë edhe një veprim tjetër, i cili sigurisht bëhet sepse ata janë majorancë, pothuaj absolute. Dhe në këtë pikë, kjo është humbja e madhe që ka psuar Sali Berisha. Nuk ka kush nevojë më në veprime kushtetuese për të. Ai ka humbur se qeni faktor determinant për të biseduar me të. Nuk ke pse bisedon më me Sali Berishën. Për çfarë duhet biseduar me një kripto komunist, me një folk bolshevik dhe një kriminal të korruptuar si Sali Berisha. Një kriminal se ka vrarë dhe dyta të super korruptuar se ka vjedhur si Sali Berisha. Për çfarë duhet? Për çfarë duhet të bisedosh për të kur ti 84 vota mund t'i bësh kollaj? Ai nuk është më faktor. Ai është vetëm për të bërë gam, shar, fyer dhe ngatruar gjithë shqiptarët. Dakord miqtë mi, kjo ishte për të thënë edhe shumë e rëndësishme. Tjetra që desha të them është mos harrojnë se jo vetëm Macron që ta 2027, po dhe shumë atje të tjerë kanë bërë në fokus në Tiranë, në Shqipëri, pa e njoftur dhe pa e ditur e pa e ra shkërkujt në mend për Sali Berishën, se dikush do thotë një gjysmë fjale, po as kërkush nuk tha një gjysmë fjale për të, sepse është njeriu i cili i kanë bërë delete të gjithë, që Shqipëria do integrohet edhe se është qendër Ballkani perëndimor ku mund bisedohet edhe është faktor determinant paqe dhe konstruktiviteti. Okej, miqtë mi, ndërkohë që Berisha s'është fare për të biseduar me të dhe nuk është faktor, megjithëse ka 50 vjet mas vetes, në anën tjetër, Shqipëria, Tirana, sigurisht kryeministri Edi Rama, janë faktor konstruktivitetit, stabilitetin e Evropë, kur Sali Berisha është destabilitet anti-evropian dhe anti-amerikan njëkohësisht.